Shkodra mirëpriti edicionin e 8 të turneut Autoktonus, një aktivitet që organizohet nga Shkodra Sport Event në bashkëpunim me shoqatën rajonale të futbollit Shkodër, Federata Shqiptare e Futbollit dhe Bashkia Shkodër. Aktiviteti ka si synim të promovojë talentin, bashkëpunimin dhe atë dashurinë të brezat e rinj në një atmosferë festive dhe atletare. Gjatë 2 ditëve të garës u konkurruar në grup moshat e kategorive U7, U9, U11 dhe U13, ku futbollistët e vegjël treguan vlerat e tyre në fushën e lojës. Ka së tjerëve, aktiviteti në fjalë respektuan edhe figurat e njohura të futbollit shkodran. Ndodh se në ata fillimet tona normalisht kishim vështirësi, por tashmë siç e shohim edhe në fushën e lojës, ekipet janë të shumta dhe ne po synim që ky aktivitet të shkojë në një nivel elitar, me skuadra elitare. Në Shkodër në këto aktivitete mbarkumtare është si shumë e madhe. Mendoj që klubi Malësia tash është marrë një brand i njohur jo vetëm për Malëzi, për Tuzin, por edhe më larg, ashtu që erme me një gjenerat më të vogël, gjeneratën U9 për patë më dhe të me nësi jem knas. Kjo atmosferë festive që nështë është karakteristike për me nuanca patriotike i bën bashkë të sportistë qytetin e Shkodrës që njihet për futbollin, njihet për traditën që ka, kështu që vjen mirë që isha prezent në bashkimin e këtyre gjithë shqiptarëve, mund të them, nga trojet ndryshme. Në ceremoninë përmbyllëse të turneut u shpërndan diploma dhe çmime mirënjohje për ekipet dhe lojtarët më të dalluar, si dhe dorëzimi i kupave për ekipet fituese të grup moshave përkatëse.